Duke qenë se Vatra ka kaq vite, pjesë e saj historie është patjetër për shumë vite edhe në Michigan dhe dita e sotme nderimi që po na bën shteti i Michiganit që të bashkohemi disa nga komuniteti shqiptarëve dhe ta nderojmë atë është padyshim një privilegj për secilin nga ne. Ju si Vatër dhe si gjithë komuniteti shqiptarëve pjesa asaj që ju përfaqësoni në këtë ditë, mendon se është e vonuar dita kur shteti i Michiganit na kujtoi në Sonjza gjithmonë dhe organizoi këtë ditë, apo është gjithmonë shumë kënaqësi dhe privilegj pa pasur rëndësi kohën? Është pikë pari du me falenderu baban e Teqes Bektashiane që ka qenë iniciatori i këtij aktivitet. Ne jemi mbledhur sot tu me kujtu 113 vjetorin, e falenderoj guvernatorin që i dha një proclamation humanitetit shqiptar, është një gjë shumë arritur, uroj që të përsëritet çdo vit, edhe pse jo mos jetë një Albanian Heritage Month për shtetin e Michiganit. Kjo është një gjë e mirë, këtë guvernatore do ta kemi edhe vitin e ardhshëm, edhe t'i forcojmë marrëdhëniet me shtetin e jemi të gëzuar, janë një pjesë e mirë e liderëve të komunitetit shqiptar këtu, të gjitha besimeve fetare, televizioni juaj, Federata Vatra është gjë e mrekullueshme dhe tani është hap pak i vonshëm, por nuk është vonë kurrë për punë të mira. Edhe uroj që për shembull shteti Kanadas se ka bën një gjë të tillë, Toronto, dhe të jetë diçka si kujtimore për çdo vit, si më thënë, muajin është muaji jonë, është muaji shqiptarëve. Muaji shqiptarëve. Shumë kënaqësi të kemi edhe pjesë tonë në këtë organizim atë Eugen Shkurtin, me shumë nderim dhe kënaqësi, duke qenë se për shumë vite ne prisnim këtë ditë që shteti i Michiganit për gjithë komunitetin shqiptar ta nderonte me përkujtimin një ditë të veçantë për festën e pavarësisë. Si ndiheni ju në këtë ditë, zoti atë Eugen Shkurti? Faleminderit shumë, ndihemi shumë të privilegjuar që jemi sot këtu. Lavdi Perëndis për këtë ditë. Dhe falenderojmë shumë si komuniteti ortodoks të Shëndomajt, zonjën gubernatore, për të mirëpritje edhe për gjithë këtë organizim. Edhe Zoti e bekoftë në Shqipërinë edhe Amerikën, falenderojmë shumë të privilegjuar. Gjithmonë televizioni shqiptarëve të Amerikës ka organizuar festet e saj. Në para disa ditësh kishim 25 vjetorin e televizionit të shqiptarëve, po kujtja merrte mendje se pas thuajse 2 javësh, televizioni shqiptarëve të ishte një nga televizionet që do ndiqte të gjithë organizimin nga shteti i Michiganit për ditën e pavarësisë së Shqipërisë, për gjithë komunitetin shqiptar që jeton këtu në Michigan. Zoti Gani, është një nder shumë i madh për ne që të jemi si televizion pjesë e ndjekës të gjithë darkës dhe mbrëmjes që kanë organizuar shteti i Michiganit, por ju në veçantë si drejtues duke e parë në retrospektiv për këtyre 25 viteve dhe ka ardhur kjo ditë e madhe, çfarë mund ta thoni? Ne si televizion, e kam thënë vazhdimisht, jemi në shërbim, jemi shërbëtor të komunitetit dhe nuk kemi ndonjë rol këtu, por është shumë e rëndësishme që për herë të parë komuniteti shqiptar arrin një marrëdhënie dhe respekti me rastin e ditës flamurit nga gubernatorja e Michiganit, kështu që ndihem shumë i gëzuar si shqiptar, si një person që kam vite në Amerikë dhe unë marr pjesë në një respekt zyrtar që i bëhet ditës së flamurit tonë shqiptar. Ndaj ne si televizion do t'i pasqyrojmë këto, jo vetëm në këtë rast, por sa herë të ketë mundësi dhe sa herë të kenë mundësi komuniteti që organizojnë aktivitetet të tjera, duhet që të na informojnë që ne jemi prezent dhe janë historike, gëzuar ditën e flamurit nga Alain Singu dhe gjithmonë do të jemi të pranishëm kudo. Turi brenda Capitol ishte një guide e shkurtër për domethënëse, që i çoi pjesëmarrësit nëpër hapësirat historike të ndërtesës.
Pas këtij udhëtimi simbolik në zemrën e institucioneve, delegacioni shqiptar u ndërtua deri takimin me personin e dytë më të rëndësishëm të shtetit, Speaker of the House, Matt Hall, një për momenteve kyçe të asaj dite historike. Moment historik ishte edhe shkëmbimi i proklamatave zyrtare të shtetit të Michiganit ndaj komunitetit shqiptar. Qeveria e Michiganit nderoi për festën e pavarësisë së Shqipërisë komunitetin shqiptar të Michiganit, të qenë Bektashiane, Federatën Pan-Shqiptare Vatra, Kishën Katolike të Shënpalit, Kishën Ortodokse të Shonthëmajit dhe Televizionin Shqiptar të Amerikës Alp TV USA. Këto vlerësime të shtetit të Michiganit për festën e pavarësisë së Shqipërisë janë dëshmi se kontributi shqiptar është i dukshëm, i vlerësuar dhe pjesë e pandarë e mozaikut të komuniteteve të Michiganit. Pjesëmarrja në seancën plenare të House Session Floor ishte momenti i fundit i nderimit të komunitetit shqiptar në Michigan. U nderua dhe respektua nga përfaqësuesi e shtetit Jamie Thompson, zoti Renis Nushaj, një jurist i nderuar dhe njëkohësisht kandidat për Senat Amerikan. Gjithashtu komuniteti shqiptar u përmend në seancën zyrtare në nderim të ditës së pavarësisë së Shqipërisë. Një moment tepër domethënës i kësaj dite ishte edhe tradita e shtetit të Michiganit për të ftuarit nga komuniteti shqiptar. Ata u përfshin brenda seancës plenare dhe u ulën në karrigët e deputetëve, një gest që simbolizon respektin, rëndësinë dhe vlerësimin e veçantë që shteti kushton shqiptarëve të Michiganit dhe kontributit të tyre. Sallën e mbushi duartërkitja e ngrohtë e deputetëve të Michiganit, një moment i historisë sonë të përbashkët. Welcome to the Michigan House of Representatives.
Koordinatori zyrtar Phil Peters mbajti komunikimin për çdo detaj. Gjithçka u menaxhua me seriozitet, duke e bërë delegacionin shqiptar një shembull përfaqësimi. Vizita në Capitol Hill nuk ishte vetëm një moment ceremonial, ishte një pasqyrim i identitetit tonë i rrugës së gjatë që kanë bërë shqiptarët në Amerikë. Një ditë ku krenaria, uniteti dhe vlerat tona u ngjitën në tributën më të lartë të Michiganit. Një ditë për të kujtuar që shpresojmë të shndërrohet një traditë të bukur dhe të pandërprerë për komunitetin tonë shqiptar të Michiganit. Një histori për t'ju treguar brezave. Ndjekja dhe raportimi i këtij aktiviteti u realizua nga Alp TV USA me gazetar Armela Gjoka dhe kameraman montazhier Fation Bobrati, duke pasqyruar me profesionalizëm çdo moment të kësaj dite historike për komunitetin shqiptar të Michiganit.